billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ash-shurafa wa ba'd. Falëndrimi dhe lavdratat i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salatat selam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë në kapitullin e parë, pas hyrjes që banëm javën e kaluar, rreth tauhidit dhe ndarjes së tauhidit se si ndahet tauhidi. Vazhdon kapitullin e parë, e cila ndër vetë ngërthen 5 ajete kuranore edhe 2 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala, ajetin e parë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pra hoxha në kapitullin e parë rreth tauhidit e ka pru këtë ajet kuranor. Nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjinët për diçka tjetër jashtë që ata të më adhurojnë. Kanë thënë dietarët, illa liya'budun, që ky lami vetëm që të më adhurojnë është lami i shkakut i cili tregon urtësinë, sepse Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar njerëzit. Dhe thanë vazhdim Allahu: "Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Dhe tha Allah, dhe unë prej tyre nuk kërkoj që ata të më furnizojnë dhe nuk kërkoj prej tyre që ata të më japin. Pra Allahu xhalla xhelaluhu ka kriju qiejt, tokën, që kemi cek nga sura Ibrahim dhe nga shumë sura tjera. Allahu ka nënshtruar për njerëzit krijesa të shumta dhe për njeriu kërkon vetëm adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Abbas dhe dietarët tjerë të muslimanëve, fjala e Allahut kur vjen ya'budun apo fjala ibadet në Kur'an kur vjen, e ka për qëllim njësimin. Nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjinët për diçka tjetër jashtë që ata të më njësojnë me adhurim, të më njësojnë me adhurim. Ajeti i dytë si argument në këtë kaptin, fjala e Allahut në surën Nahl 36: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Po ashtu këtu Allahu subhanahu wa taala tregon se në çdo popull ka dërguar pejgamber për këtë thirrje. Cila është thirrja? Me e adhuru Allahun. Thirrja në atë për çka na ka krijuar neve Allahu subhanahu wa taala. Ajo ishte adhurimi apo më saktësisht njësimi i Allahut në adhurim. Tha Allahu: "Me të vërtetë në çdo popull kemi dërguar pejgamber, e thirrja e tyre ka qenë adhurojeni Allahun dhe distancohuni prej tagutit." Ba'athna, kemi dërguar pejgamber. Fi kulli umme. Fjala ummet në këtë ajet kuranor e ka për qëllim grup të njerëzve. Për shkak se fjala ummet në Kur'an transmetohet apo vjen në disa kuptime. Kuptimi i parë është grupi, taife, një grup i njerëzve. Allah ka dërguar pejgamber të grupet e njerëzve. Dhe ka polemik mes dietarëve, a ka ndonjë grup prej grupeve të njerëzve, popull prej popujve, tek të cilët Allahu nuk ka dërguar pejgamber. Ajeti kuranor argumenton dhe kjo ajet është bazë në mendimin se nuk ka popull tek të cilët s'ka shku pejgamber. Pra Allahu ka ngrit argumentin njerëzimit në këtë botë. Dhe mendimi tjetër, polemika e gjatë të dietarët, se ka grupe të njerëzve të cilëve nuk u ka arrit shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ditën e gjykimit do të testohen prej Allahut dhe pastaj e marrin dënimin apo shpërblimin varësisht përgjigjes që japin Allahut subhanahu wa taala. Kuptimi i dytë vjen për imamllokun. Tha Allahu: "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Ibrahim alayhis salam ishte ummet. Në një kuptim, ummet ka ardhur ummet në vete, si grup në vete. Mirëpo, më saktë ka mendimin se ka qenë imam. Ibrahim alayhis salam ka qenë imam i nënshtruar për Allahun subhanahu wa taala. Ummet i vjen në kuptimin e fesë. Ummet vjen edhe në kuptimin e fjes. Inna wajadna aba'ana ala umma. Thot Allahu për disa prej njerëzve ku janë
argumentuar kundër pejgamberëve të tyre, kanë thënë ne I kemi gjetë baballarët tonë në këtë ummet, pra në këtë fe. Dhe vjen fjala umme edhe në kuptimin e kohës. Tha Allah subhanahu wa taala, "Waddakara ba'da umme", pas një kohe. Domethënë përkujtue pas një kohe. Cila është urtësia e dërgimit të pejgamberëve? Pse I ka dërguar Allahu subhanahu wa taala pejgamberët? E pesë pejgamberëve kanë mbet thirrsat e pejgamberëve, transmetues të fjalët e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, e në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ruajtur feja nga ana e Allahut subhanahu wa taala, pastaj edhe nga ana e dietarëve me haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë dietarët, urtësia e parë është se Allahu nëpërmjet pejgamberëve e ka ngrit argumente. Që mos më ardh njerëzit nesër te Allahu dhe më thonë se kemi ditë. Që mos më ardh njerëzit dhe me pas arsye nesër para Allahut subhanahu wa taala. Pra, urtësia e parë pse Allahu I ka dërguar pejgamber tek njerëzimi është që me u ngrit argumentin, që me I përkujtue premtimin e parë që kanë dhënë Allahut njerëzimi. Atëherë kur Allahu I ka nxjerrë prej shpinës së Ademit alayhis salam dhe ka marrë premtimin prej tyre, njerëzit këtë premtim e kanë harruar, apo? A ka dikush prej neve që e mban mend atë ditën kur I kemi thënë në Allahut, po ti je Zoti jon? Se më merr apo? Mirë po na I kena thënë. Allahu ka transmetuar në Kur'an, na ka treguar neve në Kur'an që na këtë premtim ja kena dhënë Allahut. Këtë besë ja kena dhënë Allahut. A e mbajmë mend? Nuk e mbajmë mend. E Allahu subhanahu wa taala për urtësisë së Tij absolute është se I ka dërguar pejgamber me na ngrit argumentin. Me na ngrit argumentin. Urtësia e dytë është rahmeti. Allahu me pejgamberin mëshiron njerëzit me mëshirën e Tij. E treta, bejanu tariq al-musil ila Allah ta'ala. لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. Thotë urtësia tjetër është se pejgamberët janë dërguar për me u tregu njerëzve rrugën, e cila çon te Allahu. Për shkak se njerëzit nuk mundën me gjetë rrugën në mënyrë detale për te Allahu, jashtë se rrugës së pejgamberëve. Kjo është urtësia e pejgamberëve dhe kjo duhet me qenë urtësia në thirrjen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E para, thirrsi, talebja, hoxha, po edhe xhamatlia, po edhe përgjegjësi në familjen e tij, apo natë çka ka përgjegjësinë këtë dunjë, këtë me qenë qëllimi. Çka e mëson prej fesë, me ja ngrit argumentin të tjerëve, me qenë i mëshirshëm me ta, edhe me u tregu rrugën për te Allahu subhanahu wa taala. A do të përgjigjen? A do të përgjigjen në punë e jonë? Për shkak se ndodh shpesh, për shkak mos përgjigjes, njerëzit me ardh me rrugica tjera, e të cilat nuk çojnë te Allahu subhanahu wa taala. E tash na që me ditë se cila rrugë çon te Allahu, do të më studiu fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me këshill praktikisht çish ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ka mundsi njeriu mëson ajetin dhe hadithin, po praktikisht gabon pastaj. E praktikisht është jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në detale. Nuk ka pejgamber të mëhershëm para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që dihet për jetën e tij në detale, çish dihet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë detale dihet se çish ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra puna jote me qenë kryesore me ngrit argumentin, fjalën e Allahut subhanahu wa taala në mënyrë më të mirë, më të bukur, në mënyrë më të pranueshme tek njerëzit, pastaj me qenë të mëshirshëm ndaj tyre, edhe me u tregu rrugën për te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është rruga. A do të përgjigjen? A nuk do të përgjigjen? Kjo nuk është përgjegjësia jonë dhe nuk është puna jonë. Ani abudullaha wajtanibu tagut, adhurojnë Allahun dhe t'i largohen tagutit. E përmendëm se adhurimi, ibadeti është një fjalë gjithëpërfshirëse e të gjitha fjalëve dhe veprave të jashtme dhe të brendshme, të cilat Allahu I don dhe është I kënaqur. Kjo është ibadet, kjo është adhurim. Këto adhurime, këto ibadete me ja përkatësu vetëm Allahut, me I bë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kur robi I ban adhurimet vetëm për Allahun, të cila pjesë e tauhidit përfshihet? Për çfarë? Te tauhidi uluhiyya. Pra çka është tauhidi uluhiyya?
njësimi i Allahut me veprat tona. Tauhidi rububie çka ishte? Njësimi i Allahut me veprat e Allahut subhanahu wa taala. E tauhidi i emrave dhe cilësive ishte njësimi i Allahut me emrat dhe cilësitë e tij. Pra, me e emërtu dhe me e cilësu Allahun me atë të cilën Allahu e emërtoi dhe cilësoi veten e tij, dhe me atë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e emërtoi dhe cilësoi Allahun subhanahu wa taala, wajtanibu at-taghut, dhe të distancoheni prej tagutit. Çka është taguti? Taguti është, kanë thënë Omer ibn Khattabi, është shejtani. Kanë thënë dietar taguti është magjistari, është fallxhori. Thotë Ibn Kaimi, Allahu e mështiroft. Fillimisht fjala tagut vjen prej tughjanit, prej diçka që kalohet kufini. Te i kalohet kufini. Thotë Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'. Wa muraduhu man kana radiyan bidhalika. Tagut do të thonë gjithçka me të cilën njeriu e kalon kufinin, e kalon vijën e kuqe, në pasim, në adhurim apo në nënshtrim. Në pasim, pra pasimi i fallxhorëve, magjistarëve ose dietarëve të këqij. Pasimi i fallxhorëve, magjistarëve ose dietarëve të këqij, të cilët e ndryshojnë fenë Allah subhanahu wa taala. Wal ma'bud, adhurimin e idhëve ka thënë dietar. Wal muta' në nënshtrim ka thënë sikur shembulli i udhëhecave të cilët kanë dalë prej gjykimit të shariatit të Allahut subhanahu wa taala, pra nuk gjykojnë me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Pasimi i tyre do të më thonë pasimi i tagutit, distancimi prej tyre do të më thonë distancimi prej tagutit. Në kohën tonë bashkëkohore i kemi të gjitha këto kategoritë të tagutave. Kemi fallxhor, kemi iluminatë të cilët adhurohen pas Allahut subhanahu wa taala në krye me shejtanin, kemi dietar që pasohen në ndryshimin e fesë Allahut për fat të keq, kemi idhuj që adhurohen pas Allahut, varreza, druj, guj, yje, dielli, hana dhe kështu, edhe kështu me radhë, edhe kemi udhëheca të cilët pasohen, udhëheca të cilët nuk gjykojnë me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, pra në çështjet bashkëkohore, çështjet e demokracisë dhe çështjet e laicizmit. Ajeti i tretë tha Allahu subhanahu wa taala: "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allahu ka qada. Fjala qada ka disa kuptime. Ka kuptim se Allahu ka caktu, ka kuptim se Allahu ka urdhëru. Në këtë ajet e ka për qëllim urdhërimin. Allahu ju ka urdhëru alla ta'budu illa iya, që ju mos ta adhuroni dikan post ti, post vetëm ti, që mos ta adhuroni dikan post Allahu subhanahu wa taala dhe të silleni mirë me prindërit. Kanë thënë dietarët, në kuptimin e caktimit, qadaja, qaderi, në kuptimin e caktimit ka caktim shariatik, pra vendim shariatik, kader shariatik edhe kader kozmologjik. Kaderi shariatik yajuzu wuquhu min al-maqdi alayhi wa adamuhu. Ka mundësi me ndodh dhe ka mundësi mos me ndodh. Pra, vendimet shariatike, cilat janë urdhat dhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Këto urdhë dhe ndalesa ka mundësi mu realizu dhe ka mundësi mos mu realizu, apo? Dhe na shohim prej robëve të cilët i realizojnë urdhat e Allahut dhe kemi prej robëve të cilët nuk i realizojnë urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Wal qada'u al-kawni, kurse caktimet kozmologjike, këto patjetër kanë me ndodh. Këto e kanë patjetër me ndodh. Këto i ka vendosur kështu Allahu për një urtësi prej urtësive. Tek caktimi kozmologjik ndodhin të gjitha gjërat, ato çka i don Allahu dhe ato çka nuk i don Allahu. Allah i ka caktuar, mirë po ka për tyre që nuk i don Allahu, ka për tyre që i don Allahu. Kurse në caktimin shariatik të gjitha i donë Allah s.w.t. Pse? Se Allah ka urdhëruar këto. Dhe këto i do krejt Allah s.w.t. E tash kanë thënë dietarët. Në mendjen e njeriu mund të paraqitet paqartësia. Si ka mundësi Allah me vendos diçka që nuk e don? Si ka mundësi që Allah me vendos diçka që nuk e don? Për shembull, në
caktimin kozmologjik është ekzistimi i iblisit, të cilin nuk e don Allah subhanahu wa taala. Në caktimin kozmologjik janë realizimi apo ndodhja e mëkateve, gjunaheve, kufrit, shirkut, edhe fesadit, edhe zullumit, edhe padrejtësisë, edhe kështu me radhë, tagutave, jo besimtarëve, edhe apo këto a ekzistojnë këto? A i don Allahu, nuk i don. Ato pse ekzistojnë? Ato ekzistojnë me caktimin kozmologjik, patjetër me ekzistuar. Ka thënë dietar, ky lloj caktimi është i dashur me një kënd, i urryer me një kënd, ose i urryer me një kënd, i dashur një kënd. Që me e kuptu mas mirti, ka thënë dietar, sikur shembulli i të sëmurrit. Kur e bën operacion, a është e dashur operacioni? Nuk është e dashur. Domethënë me një kënd është e urryer sa vën, varra vën. Mirë po, nëpërmjet kësaj arrit me diçka të dashur, te mjekimi i tina. Domethënë me një kënd duhet, me një kënd urrehet. Edhe kjo është shembulli më i mirë, më i qartë që më kuptu. A e kuptum? A e kuptum? Operacioni i smuntit, i cili ka probleme, çfarë do të problemi, i jep ilaçe. Ka dikush kancer, dhe duhet më ia dhon tash terapinë për me largu kancerin. Mjeku i thot, kam me dhra flok, kam me dhra qimet prej trupit, kemo dopsu, kam me të ndodh kjo. Tash, pranimi i këtij ilaçi është i keq, nuk është i dashur për njeriu. Ama është i dashur me një kënd tjetër. Te cili kënd? Te këndi i shërimit. Se kam jamit kancerin. Flok kanë me ra, ama kam jamit kancerin. Ose fëmijës ja jep shërupin. Shërupi është i keq. Ka shërupi janë tamla të mira, ka disa prej shërupeve janë të këqija, nuk janë të dashura. Ajo nuk është e dashur me një kënd, me për këndin tjetër është e dashur. Ne përmendëm që duhet me njësue Allahun subhanahu wa taala në emra dhe cilësitë e tij. Allahu xhelle xhelaluhu, dhe kanë thënë dietarët, emrat dhe cilësitë e Allahut janë pa fillim dhe pa mbarim. Pa fillim dhe pa mbarim. Allahu është pa fillim dhe Allahu është pa mbarim. Qysh Allahu është pa fillim, edhe cilësitë e tij janë pa fillim. Nuk është krijuar ndonjë cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Nuk është krijuar ndonjë emër i Allahut subhanahu wa taala. Qysh ka fraksione prej njerëzve që kanë dalë prej Islamit, të cilët mendojnë që janë krijuar disa prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Tash Allahu xhelle xhelaluhu në përjetësi është mëshirues, apo? Allahu në përjetësi është i gjithdijshëm. Këto cilësi që ne kemi në Kur'an të Allahut, to janë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe para se Allahu më krijoi të keqën. Edhe para se Allahu më krijoi të keqën. A kuptojmë tash? Kan thënë dietarët. Allahu i don ata që pendohen. Apo inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata që pendohen, o yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata të cilët pastrohen. Në qoftë se nuk kish me ekzistu mëkati, prej çish kam i dasht Allahu, çish kam ekzistu kjo pika me i dasht ata që pendohen. S'ka mu pendur, nuk ekziston pendimi. Pse s'ekziston? Për shkak se s'ekziston mëkati, s'ekziston gabimi. E kur nuk ekziston gabimi, nuk ekziston edhe pendimi. E që të ekziston, thotë Ibn Kaimi, e që të ekziston pendimi me cilën njeriu arrin nga të larta te Allahu në caktimin kozmologjik e ka caktuar të keqen, që njeriu me rënd keqe edhe u pendu te Allahu subhanahu wa taala. A e kuptoj? Allahu i don ata që bin shahida. Apo, gradat e larta në xhennet edhe vlera të shumta. Po çish ka mundësi me ra shahid dikush që nuk ekziston kufri dhe shirku, edhe jo besimtar. S'ka mundësi me ra shahid. Allahu është mëshiruesi. Kanë me mëshirua atë që gabon. E çish ka me e mëshiru dikan i cili zgabon për shkak se nuk ekziston gabimi. A është e qartë? Kjo është më rëndësishme e kuptuar. Edhe pastaj ka thënë dietar të Ibn Kaimi, edhe krejt kthehet te gajbi, te sekreti i Allahut subhanahu wa taala. Kjo është sekreti i Allahut xhelalu. Allahu vepron çka don, Allahu pyet dhe ju nuk pyeteni. Allahu pyet dhe Allahu nuk pyetet. Nuk pyetet Allahu pse ki bë kët, pse ki bë atë. Po Allahu pyet. Mirë po dietarët janë mundu me nxjerr urtësi të shumta prej asaj që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, qoftë në aspektin, qoftë ajo në caktimin kozmologjik apo qoftë në caktimin sheriatik.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Adhurimi i Allahut subhanahu wa taala apo robërimi për Allah, robërimi ndaj Allahut është tre kategori. Robërimi i përgjithshëm. Cila është ajo? Kjo është robërimi i besimtarëve dhe jo besimtarëve kërshi Allahut. Tha Allahu dhe ditën e gjykimit nuk ka dikush për ju vetëm se ka më ardhur Allahu të rob. Ditën e gjykimit të gjithë ka më dalë para Allahut, rob të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj është robërimi i veçantë, ajo është robërimi i nënshtrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala besimtarët musliman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ardi hauna. Dhe robërit të gjithë mëshirshmit, të cilët kur ecin tokë, ecin me përulësi. E këtu hyn besimtar, edhe adhurimi i veçantë të veçantit, këto është adhurimi apo robërimi i pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala dhe të silleve mirë me prindërit. Të silleve mirë me prindërit, këtë kapitull inshallah të flasim ditën e hanë me lejen e Allahut subhanahu wa taala ku fillon libri Adabul Mufrad me sjelljen e mirë ndaj prindërve. Ajeti tjetër si argument tha Allahu wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhurojeni Allahun dhe mos i bani Allahut ortak diçka në adhurim. Adhurojeni Allahun dhe mos i bani diçka ortak Allahut në adhurim. Dhe fjala Allahu subhanahu wa taala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Ky ajet i përfshin 10 urdhra të Allahut subhanahu wa taala, është i njëjti argument të cilën e ka pru hoxha pastaj në vazhdim nga Abdullah Mas'udi radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alayha khatamuhu falyakrah qawluhu ta'ala." Ka thënë Abdullah Mas'udi radhiyallahu anhu, kush dëshiron me e pa vasijetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën e ka vullos pejgamberin e tina, dhe të lexon fjalën e Allahut subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." Pra është ajeti kuranor të cilën Allah në surën Al-An'am, në të cilën tre ajete kuranore të cilën Allah subhanahu wa taala i urdhëron njerëzit me 10 këshilla madhështore. Këshilla e parë është tauhidi i Allahut, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, sjellja mirë me prindrit. Ola taqtulu auladakum min imlaq, mos mi vra fëmijët prej frikës së fukarallëkut, mos mu afrua amoralitetit, edhe mos mi vra njerëzit në pa të drejtë. Pastaj këshilla tjetër është mos i afrohesh pasurisë së jetimit pa hak, me qenë të drejtë në matje, në peshore, me qenë i drejtë kërshit të tjerëve, atër kur flasim, an-na'fu bi ahdillah, të realizojna premtimin që e kena dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe me pasu rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë 10 këshilla me të cilat Allah Mesud radhiyallahu anhu transmeton vullosin e thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj argumenti tjetër është hadithi Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, i cili thotë: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. Hadithi Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, i cili thot një ditë isha i hipur në gomar pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më tha: o Muadh, a di cili është haku i Allahut kërshi njerëzve dhe haku i njerëzve kërshi Allahut subhanahu wa taala? I thash: Allahu dhe dërguari i tij e din më së miri. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: e drejta e Allahut kërshi njerëzve është që ata të adhurojnë Allahun dhe mos i bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala, dhe drejta e njerëzve kërshi Allahut subhanahu wa taala është që Allahu mos t'i dënon në qoftë se ata nuk i bëjnë shirk Allahut diçka. Kultu ya Rasulullah afala ubashiru an-nas, i thash: e Rasulullah, a nuk ban ti përgëzoj njerëzit? Tha: jo, për shkak se pastaj do të mbështeten. Dhe pastaj do të mbështeten, pra do t'i lën veprat. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tregoi cili është haku i Allahut subhanahu wa taala. Cili është haku i Allahut kryesor? Haku i Allahut është që na ta realizojmë atë për cilën jemi krijuar. Ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe mos i bëjna shirk Allahut subhanahu wa taala. Çka do të thonë shirku? Barazimi i dikujt tjetër me Allahun
barazimi i dikujt tjetër me Allahun në gjërat që janë specifike vetëm për Allahun subhanahu wa taala, me të cilat njeriu del prej feje. Kjo është shirku i madh. Dhe barazimi i dikujt tjetër me Allahun në diçka që është specifike vetëm për Allahun, me të cilat njeriu nuk del prej feje, është shirku i vogël. Të gjitha këto kapitime kanë marrë me vazhdim, apo thon ndryshe, shirku është e kundërta e tauhidit. Elusim Allahun që Allah të na jap kuptim të fesë. Kemi thënë që nuk do të zgjatemi shumë, do t'i përmendim ajetet, hadithet me disa shpjegime të dietarëve. Elusim Allahun që Allah të na jap kuptim të tauhidit. Elusim Allahun që Allah të na mundson të jetojmë jetën me tauhid, dhe të mbarojmë jetën me tauhid. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.